Tani, me qenë se do nalem pak në këtë çështje, kërkoj mirëkuptimin tuaj, dhe pse do ndalem? Jo vetëm për lajmet e rreme dhe trillimet që përpiqen të përhapin për qëndrimet e Partisë Demokratike ndaj mjedisit, por parazithash për të faktuar se kjo parti ka qenë kundërshtarja më e vendosur e të gjitha ligjeve anti-mjedis, anti-trashëgimi kulturore të miratura nga Edi Rama. Kjo parti, kur erdhin pushtet në 2005, ngjeti 3%, 3-4% zonat mbrojtura. Në vlerësim të tyre, rriti sipërfaqe në 17-18%. Në vlerësim të tyre. Vendosi kuadrin ligjor më të fortë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Dhe gjatë periudhës të pushtet, ajo bëri, miratoi ligjet më të mira. Neroni i trashëgimisë kulturore dhe mjedisit erdhi, i rrëzoi një nga një ato, i ndryshoi një nga një ato. Tani, unë do të rikujtoj qytetar shqiptar mbi qëndrimet tona gjatë viteve në opozit. Gjatë viteve në opozit. Do fillojmë me ligjin special për dhënien me koncesion të Butrintit. Butrinti në periudhën që qeverisim ne ishte një zonë 9200 hektar. Absolutisht asnjë ndërtim i ri në atë periudhë nuk është lejuar. Dhe ka ndodhur, ja u them unë, isha shumë mirënjohës Lordit Rothschild dhe Lordit Salisbury për fondacionin që krijuan për promovimin e tij, për fshirjen e tij si pasuri botërore në UNESCO, për ndodhi njerëz zgjurum rrugën Sarand Butrin. Dhe ata dhe fondacioni më shkrojti mua një letër të gjatë ku kërkoj çdo sqarim pse u prek mjedisi aq sa prekte zgjerimi rrugës. Dhe natyrisht ishte siguria e jetës qytetarëve që prevalonte, shmangja e aksidenteve që e bëri domosdoshëm. Kurse ligji special, çfarë bëri ligji special ta dini ju? Bëri atë që deshi Edi Rama. Ligji special për Butrintin ishte goditja më e rëndë e një parku, se ne kemi të lehtë të flasim, të bëjmë krahasime. Unë nuk mund të them se është më i bukur në botë, por unë besoj se nuk mund të ketë një park të dytë si ai për ata që e njohin. Dhe tani, për ta glabruar, duhet të ndaje njëherë pjesën e qytetit arkeologjike me pjesën e natyrës. Të dyja kishin të njëjtën madhështi, të njëjtën pasuri për ne dhe për ata që vinë pas. Do ndashin këto që të ndërtohej gjiri manastirit, të kape gjiri manastirit njën nga qeveria, dhe të ofroheshin zonat të tjera. Por më keq shumë, ligji
i hiqte pushtetit, shtetit, përgjegjësinë për mbrojtjen e pasurisë. Ja dorëzonte privatin në një rast unik në botë. Nuk është e vërtet as në Shtetet Bashkuara dhe në asnjë vend tjetër kjo nuk ekziston.